Ketë, Vjoca nuk mundet me ardhë heq. Bili nuk e di pse kanë tintën. I njeri që jo tradhtor, shumë e herë ka tradhtuar. Pse quan Vjocën tradhtare? Se ka dhonë kufinin Shakurrin. E ka votuar gjyqin specialin gjyqit që e shku në Hagë. E shumë tjera. Një njeri që është i lohatshëm. E lohate e tradhtoi LDK-n. Se unë i kam pas krejt LDK. Po, mas lufte jemi tërhi e krejt se kemi pas që po shkon. Hajnia, edhe nuk kemi desht me vidh këtë popull dhe me shkatruhe, se pe 99-ës këto partije kanë shkatru Kosovën. Këto nuk e meritojnë me konë udhëtësi, heq. Këto sa ma shpejt mi qitë pe udhëtësi me hik, po me ardhë do të ri, su ku ka ardhë kë, po me ardhë dhe ma të ri që punojnë për vendin e për tokën, se toka jetë rëbnune, e generatat lindin e jesin të rëbnune, sukurune që jem për Dardanis nishet që të qaj për atë vend. Se për para e kom vizitu, po tash nuk gudzej, se me mëzonë më qojnë burg. Na nuk e dimi që atë me thonë atë dheve, liria. Unë nuk e di me kitë popull që shkon të rështojnë, e nuk din. Që ka folë Vučići, Dačići, e tjetri, që ka folë për ministrin tonë. Po lo me shëqyr që kemë që ka shliru Mitrovicën. Mitrovica ka qenë krejt shqiptar. Me Albanik, me Bojsh, me Zveçan, me krejt. Në kohën e Rankovicit, që theki në ka dhonë dhurat Rankovicit, në ka dhonë dhurat Rankovicit, se ka mysë shtëpë dhe i ka tërhek shqiptarët.